ka dështuar për herë të 10 përpjekja për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Jo më ndryshe se sa para 48 orësh, seanca nisi përsëri me tentimin e lëvizjes vetëvendosje për krijimin e një komisioni ad hoc për votim të fshehtë. Kandidati propozuar për komision nga ana e lëvizjes vetëvendosje ishte përsëri Hekuran Murati. Partit subjektet që nuk kanë propozuar. Me kërkesën e kryesuesit Avni Deharit që PDK të bëj propozimin e vet, kryetari i kësaj partie Memli Krasniqi doli në foltore, por jo për atë çka kërkoi Dehari. Që përkundër presionit që e keni nga partia që i takoni, mos u bëni pjesë e shkeljes ligjore dhe kushtetuese. Ju lutem, nuk ka diskutime nëse keni të propozoni kandidatin, nëse jo ta kandidironi. Mos e shkelni kushtetuesen, mos e bëni cirk këtë kuvend. Kjo bëri që Dehari t'ia ndërpres fjalën Krasniqit, kurse përgjigje të njëjtë pati edhe LDK-ja. Zvonoi shumë e radha erdhi edhe lista serbe për të propozuar një kandidat. As ky subjekt nuk e propozoi një të tillë, e këtë nuk e priti mirë vetëvendosja. AAK nuk mori fare pjesë në votim, e madje kryetarin e saj nuk e pati fare prezant. Edhe pse hyri me kohë në kuvend, Ramush Haradinaj e lëshoi sallën befasisht pak minuta para se të niste seanca, ndonse gjatë hyrjes dha një paralajmërim. Nuk kam emra, po kam dëgjuar që ka përpjekje mu gjetë një formulë, pra me shku për një kandidaturë unifikuese. Megjithatë një gjë e tillë nuk ndodhi. Pavarësisht se Ablar Tahiri nga radhët e PDK-s insistonte që të propozojë një kandidat për kryeparlamentar, kryesuesi Dehari kërkoi që partitë të votojnë për formimin e komisionit. Por në votim mori pjesë veç vetëvendosje. E përrjedhoi, Dehari veproi si në herat paraprake, pasi ishin vetëm 54 vota pro. Obligohem që ta ndërpres seancën, sepse s'ka quorum. Seanca ardhshme pritet të mbahet të hënën në orën 10.